Big Brother Kosova. Kur fjalët peshojnë më shumë se ndjenjat, deklarata e limit ndaj Dolces dhe pasojat e saj, në shtëpinë e Big Brother Kosova, fjalët nuk janë kurrë neutrale. Ato mbartin peshë, krijojnë aleanca, prishin marrëdhënie dhe shpesh lënë gjurmë më të thella se çdo veprim. Një nga momentet më të forta dhe më të diskutueshme të këtij sezoni ishte deklarata e hapur e limit ndaj Dolces, e thënë live, pa filtra dhe pa përpjekje për ta zbutur mesazhin. Ishte një moment që ndryshoi tonin e marrëdhënies së tyre dhe ngriti shumë pikë pyetje për mënyrën se si komunikohen kufit, respekti dhe loja brenda shtëpisë, deklarata që tronditi ambientin. Limini nuk foli me nënkuptime. Ai zgjodhi fjalë të drejtë për drejta, nuk i pëlqen stili i lojës së saj, nuk i pëlqen mënyra si vishet, nuk i pëlqen mënyra si flet, këto fjali, të thëna publikisht, krijuan një heshtje të rëndë në ambient. Sepse këtu nuk bëhej fjalë për një debat strategjik, por për një kritik të drejtë për drejtë ndaj identitetit të një banoreje. Në Big Brother, kritika për lojën është e zakonshme. Por kur kritika shkon përtej lojës dhe prek stilin personal, komunikimin dhe shprehjen, ajo bëhet shumë më e ndjeshme. Këto ja kam thënë live, zgjedhja për ekspozim publik. Një nga aspektet më të forta të këtij momenti ishte fakti që Limini e theksoi se këto gjëra ja kishte thënë live. Kjo nënkuptonte mungesë frike nga reagimi, dëshirë për transparencë, por edhe gatishmëri për ta ekspozuar situatën para publikut. Kjo zgjedhje ngriti pyetjen kryesore: a ishte sinqeritet i pastër, apo strategji për ta vendosur veten në pozicion superior? Mua më pëlqen vetëm një gjë tjetër. Fjalia që ndezi debat, pjesa më e diskutuar e deklaratës ishte ajo ku Limini tha se, pavarësisht të gjitha pakënaqësive, i pëlqen vetëm një cilësi tjetër që Dolce e bën shumë mirë. Kjo fjali e lënë qëllimisht e paqartë, u bë menjëherë subjekt interpretimesh, disa e panë si minimizim të Dolces në një aspekt të vetëm, disa e panë si mënyrë për të ruajtur një lloj afrimiteti. Të tjerë e konsideruan si një fjali të rrezikshme që krijon pabarazi në raport. Në çdo rast, ajo fjali e vendosi Dolcen në një pozitë të vështirë, e kritikuar gjerësisht, por e vlerësuar vetëm për një aspekt të izoluar, reagimi i Dolces, qetësia e jashtme, tensioni i brendshëm. Dolce nuk reagoi me shpërthim. Ajo u përpoq të ruante qetësinë, por gjuha e trupit tregonte se fjalët kishin goditur. Në një ambient si Big Brother, ku çdo gjë ndodh para kamerave, të mos reagosh është ndonjëherë mënyra e vetme për të mbijetuar emocionalisht, por heshtja e saj u lexua në mënyra të ndryshme, disa e panë si pjekuri, disa si shok, disa si pranim të një balance të pabarabartë. Reagimi i banorëve, ndarje mendimesh, shtëpia u nda pothuajse menjëherë, disa banorë e mbështetën Limit për sinqeritetin brutal, të tjerë e panë si mungesë ndjeshmërie dhe respekti, disa u fokusuan te mënyra, jo te përmbajtja.